Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një tjetër episod të podcastit tonë Flasim si fëmijë. Jemi këtu në Akrolis TV dhe sot jam shumë emocionuar sepse e ftuar sot është një person shumë i veçantë për mua, por edhe për shumë të tjerë si unë. Ajo nuk është vetëm mësuese letërsisë apo gjuhës shqipe. Ajo është një nxitse e pasioneve tona, një frymëzim që na ka çuar në skenë, në kamera, në role dhe në përjetime që nuk do t'i harrojmë dot. Zonja Alketa Betja është një mësuese me provojë që në qytetin tonë të Lezhës ka sjellë me qindra aktivitete. Dramatizime, filma, evente kulturore që na bëjnë të ndihemi si aktor të vërtet, por edhe si fëmijë që po rritemi në mënyrë të bukur. Por për te klasës ajo është edhe nëna e 2 fëmijëve, një djalë dhe një vajzë që i ka pikë të dobët. E ftuara ime sot është më shumë se një mësuese për ne. Është një shembull. Mirë se erdhe Zush Alketa. Mirë se gjeta Asja. Si ke qenë ti Zush Alketa si fëmijë? A ishe i qetë dhe urtë apo me një shpirt energjetik, pak çamarroke? Dua të them që Alketa ishte mbesa e parë tek 2 familjet, edhe të mamit edhe të babit. Që do të thotë, qysh se u linda, isha e përkodhelura, isha më e dashura, isha ajo që tërhiqja vëmendjen e të gjithëve, dhe të them një diçka. Unë jam rritur në krah të gjyshërve të mi, të dajave, të tezeve, të hallave, të xhaxhallarëve. Ka qenë një fëmijëri që më ka dhënë jashtëzakonisht impakt edhe në rritjen time pastaj. Pavarësisht se isha shumë e përkthjelur, shumë në qendër të vëmendjes, megjithatë nga ky rreth familjar, unë si thua trashëgova shumë karakteristika, shumë virtyte, të cilat ata i injektuan tek unë ashtu qetë, ëmbël, bukur, por që në fundit njeriu i streson këto dhe i ka, si të thuash, visare edhe në të ardhmen. Për sa i përket Alketës si fëmijë, Alketa thash ka qenë një vajzë e përkthjelur pak a shumë, që në përgjithësi donte të shkonte e vetja. Megjithatë, kam pas një raport jashtëzakonisht shumë të mirë me shoqet dhe me shokët, me shoqërinë time. Doja të mbizotroja pak a shumë, sepse thash ky rrethi familjar ma kishte dhënë një çik të prioritet, por megjithatë, në përgjithësi, kam qenë e qetë, nuk kam krijuar grindje, sherre, shamata me shokët dhe me shoqet. Daja im ka një peng me mua. A bën ta them? Unë kam qenë ndoshta 4 vjeçe, kur gjyshi im nga ana e mamit do të kishte kaluar në koma dhe po jepte shpirt. Unë si fëmijë përkthjelur dhe që nuk dija se çfarë po ndodhte, vërtisja, ulëria në shtëpi, këndoja, dhe daja normalisht në një situatë të tillë më tërheq vëmendjen dhe bërtet. Gjyshi çuditërisht hap syt dhe i drejtohet dajës. Mos mi bërtit Alketës, po bërtiti fëmijëve tu. Dhe daja ime e ka këtë peng, dhe thot miku babaj me këtë porosi që më la, edhe për ty, edhe për fëmijët e mi. Pra, pak a shumë në moshën deri kur kam hyrë në klasë të parë, kjo ka qenë Alketa. A kishe një lojë të preferuar dhe a ke ndonjë kujtim të veçantë që lidhet me ta? Tani për te fëmijërisë së hershme, mbas moshës 6 vjeçare e më tutje, lojrat kanë qenë të jashtëzakonshme, kanë qenë të larmishme. Ne ishim një shoqëri që kishim një shesh të madh përpara pallateve ku jetonim dhe një lulishtë jashtëzakonisht të madhe. Nuk ka qenë një lojë, por kanë qenë shumë lojra. I kujtoj me mall top e luftë, topa djeksi, loja me litar, loja me peta, sylla mbyllasin darkët, ku mlidheshim më shumë se 40 fëmijë dhe fshiheshim në për ato cepet e pallateve ose në për ato kaçubet e lulishteve. Por që në një lojë që unë shkëlqeja, ishte loja tokash. Aty unë glabëroja tokat e të tjerëve me atë shkopin. Dhe aty mbizotëroja, me të drejtën si lojtare. Por pikërisht me këtë periudhë lidhet edhe një diçka tjetër shumë e veçantë. Fëmijëria jonë nuk ka patur ato aksese që ju keni sot. Kështu që ne në përgjithësi mundoheshim që të krijonim vetë lojrat. Ajo që na bënte më tepër përshtypje ishte imitimi i roleve ose i personazheve të filmave që ne shikonim darkët.
Dhe në atë kohë, në periudhë vere, jepej filmi Dick Sheltoni, aktorët nuk i kujtoj, por di që ishin këto personazhe Sir Danieli, Joanna, Dick Sheltoni dhe çfarë bënim ne, do thuash ti. Në darkët shikonim serin, ndërsa në mëngjes merrnim shigjetat, cilat i kishim bërë po vetë, dhe imitonim ngjarjen që kishim parë një natë më përpara. Dhe kjo ishte, pothuajse 2 herë në javë, sepse filmi ishte me seri. Gjithë lagja ishte mbushur, ne fillimisht përgatiteshim, bënim shigjetat, bënim ato harqet, se si do të improvizonim, se si do të luanim, zgjidhnim personazhe që do të luanim, dhe secili në darkë shikonte rolin e vet, njëkohësisht mundohej të mësonte edhe fjalët. Dhe këtë gjë ne improvizonim të nesër. Kjo mendoj që ka qenë një nga lojrat më kreative që ne kemi bërë në këtë periudhë kohore të asaj kohe. Po kur ishit fëmija, ndërronit të bëshit një mësuese kur të rriteshe, apo kishit diçka tjetër? Mosha e fëmijërisë ka shumë dëshira, ashtu siç përjetoni edhe ju. Nuk më kishte shkuar mendja se do bëhem mësuese, por megjithatë, sidomos gjatë pushimeve të dimërt, më pëlqente të merrja rolin e mësueses dhe t'i merrja gjithë kalamajt e pallatit në provim, në test. Rria si mësuese, ecja i shikoja, dhe gëzimi më i madh ishte kur unë korrigjoja dhe vije notat. Sepse në periudhën e pushimeve, ne mësueset na jepnin shumë detyra, edhe për të përsëritur lëndën, por njëkohësisht që këto detyra neve na i kërkonin kur shkonim ditën e parë të shkollës. Kështu që edhe pushimet tona kanë qenë të ngarkuara me ushtrime, me detyra, me përsëritje. Dhe në një farë mënyre, gjatë periudhës, sidomos pushimeve dimrit, unë e ushtroja rolin e mësueses. Tjetër gjë pastaj që si fëmijë, kur mbarova klasën e 4, desha të bëhesha balerin. Nisur nga një komshia ime që ishte në shkollë për balet, ajo na stërviti, shkuam dhe konkuruam, se si nuk fituam nuk e morëm vesh, sepse koha në atë kohë nuk ishte transparencë përsa i përket konkurseve e gjërave. Megjithatë, vazhdoi shkolla normalisht, hyra në 8 vjeçare, edhe kaq. Ku e keni kaluar fëmijërin tuaj dhe a e kujtoni atë vend sot? Unë fëmijërinë e kam kaluar në Kruj. 1 vjeç e kam shkuar në qytetin e Krujës për të banuar bashkë me prindrit. Thash edhe pak më përpara, ajo lagje ka qenë, unë do t'i thoja magjike, sepse ishim 5-6 pallate dhe në mes kishim një shesh të madh dhe një lulisht të jashtëzakonisht madhe. Unë kujtoj çdo pemë, çdo kaçube, çdo cep pallati, se si kemi luajtur, se si kemi folur, se si kemi qeshur, me kë kemi qenë. Dhe kur unë shkoj, sepse më bjen rruga, ose shkoj për pushim, ose për në një drek, ose një darkë në Kruj, sinqerisht unë shkoj çdo herë tek ajo lagje, pavarësisht se ajo ka ndryshuar shumë, nuk janë më gjërat ashtu siç kanë qenë, megjithatë disa nga pemët kanë mbetur, dhe unë sa herë shkoj në hijen e atyre pemëve, kujtoj me imtësi çdo çast të fëmijërisë time. Po si nxënëse, në cilat lëndë shkëlqenit më shumë? Për sa i përket lëndëve, kuptohet tek lëndët shoqërore kam qenë jashtëzakonisht shumë mirë. Ishin të mijat, i ndjeja personale, domethënë nuk lodhesha shumë. I studioja me dëshirë, edhe normalisht dhe arritet i kisha jashtëzakonisht shumë të mira dhe kisha fituar edhe si thua simpatinë e mësueseve në këto lëndë. Ndërsa lëndët që sinqerisht, ta them në shprehjen popullore, më kanë ardhur hakut, ishin lëndët e shkencave të natyrës. Lodhesha, studioja, kur nuk arrija t'i kuptoja, i mësoja përmendesh, si fizikën, si matematikën, algebrën. Në teori isha jashtëzakonisht mirë, sepse e mësoja teorinë. Vështirësia ishte tek zgjidhja e ushtrimeve dhe e problemave. Por mësuesit e mi e vlerësonin të paktën dhe këtë anë, dhe normalisht
më ndihmonin jashtëzakonisht shumë duke më shpjeguar, duke më afruar kurse, jo kurse kurse jashtëshkollore siç kanë qenë atë kohë, dhe normalisht ja kam dalë, por që më kanë lodhur shumë. A kishin ndonjë mësues ose mësuese që e adhuroni, që ishte një ndihmë e madhe për ju, që ndikoi në formimin tënd? Normalisht, unë do ta filloja qysh në fillim me mësuesen time të klasës parë deri në klasë të 4, ajo nuk jeton më. Që më ka mbajtur për herë të parë dorën për të shkruar shkronjat e para. Që unë jam jashtëzakonisht mirënjohëse sepse me vërtet ajo ishte vërtet nëna e dytë për ne. Ndërsa për sa i përket në gjimnaz, kam patur 2. E qenë mësuesja e letërsisë me Vlude Pengili dhe profesori i informatikës Mehmet Rama. I veçoj këto 2 personazhe jetës time shkollore sepse ata ishin për te mësuesit. Në atë kohë rregullat kanë qenë jashtëzakonisht strikte. Mësuesi ka qenë jashtëzakonisht strikt. Me thënë, sot ndërtohen marrëdhënie mësues-nxënës, por në atë kohë ishte shumë e vështirë të arrije të depërtoje tek ndjenjat e mësuesit. Sepse thash, mësuesi ishte i shftohet, ishte i prerë, ishte thjesht për të dhënë mësimin, për të mbajtur rregullin dhe qetësinë dhe kaq. Por i veçoj këto 2 mësues thash sepse ata thash edhe më përpara që ishin për te mësuesit. Ata mua më kuptonin në shikim. Si jam, si ndihem. Dhe nuk është se më e injoronin gjendjen time, por ata afroheshin tek unë, pyesnin, këshillonin. Dhe kjo më çoi mua që unë shumë gjëra, përpara se sa ti diskutoja me prindrit e mi, sidomos problemet e shkollës, unë qysh në fillim i konsultoja me mësuesen e letërsisë. E zysh me Vluden, e cila më donte jashtëmase, dhe e dua jashtëmase. Ajo është akoma në jetë, unë e uroj për çdo 7-8 mars. Për mua është një grua e veçantë, sepse ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe në formimin tim. Dhe sa herë flas me të, i them, unë përpiqem të ngjaj zysh me Vlude. Ashtu siç ke qenë ti me mua, të jem unë me të gjithë nxënësit. Po kështu dhe profesor Mehmeti. Ai ishte vërtet inxhinier që na jepte këto lëndët teknike, fiturim makinash, vizatim teknik, informatik, por ishte një lexues i rregullt i botimeve të reja që dilnin atë kohë. Dhe në orë të mësimit, pavarësisht se thash ne kishim këto lëndë teknike që ai na jepte, ai fliste për librat. Ai fliste për ndjenjat, për emocionet. Dhe unë nuk harroj kur na foli për novelat e Zvajkut, të cilat pasi unë i dëgjova nga profesori, fillova t'i lexoj dhe thash vërtet profesori ka shije në letërsi, din të vlerësoj, sepse duhet të bëhet dikush iniciator për të sjellë një botim të ri, për të sjellë një letërsi të re, për të kuptuar mesazhe të reja. Kështu që unë gjatë kësaj periudhe sinqerisht veçoj këto 2. Pa ndar edhe profesorët dhe mësueset e tjera që thash kanë qenë jo vetëm akademik për sa i përket përgatitjes profesionale, por kanë qenë të jashtëzakonshëm. Por unë veçova vetëm këto të 2. Po, a ke marrë pjesë në ndonjë shfaqje ato kohë kur ishe nxënëse? Aktiviteti im artistik ka filluar qysh në klasë të parë. Iniciatori ishte mami që më regjistroi në kursin e violinës dhe unë i kam rënë violinës për 8 vjet. Ndoshta këtë ju nuk e dini apo ne ke thënë. Ju a kam thënë. I kam rënë violinës për 8 vjet. Po kështu kam marrë pjesë për 8 vjet rresht, nga klasa e parë deri në klasën e 8 në festivalin e fëmijëve si këngëtare, si instrumentiste edhe si prezantuese. Në klasën e 5 duke dëgjuar interpretimet e mia, drejtuesja e teatrit Kukullave të qytetit Krujës më bën një ftesë dhe unë nga klasa e 5 deri në vit të 4 kam qenë edhe një aktore në teatrin e Kukullave.
Kuptohet gjatë kësaj periudhe merrja pjesë në të gjitha konkurset e recitimit që bëheshin. Dhe kaq shumë ngeli në mendje pjesa e recitimit, sa që një nga dëshirat e mia të asaj kohe ka qenë që unë të bëhem aktore. Pak a shumë këto janë. Ndoshta edhe do të kishte ecur shumë mirë se zysh po shikojmë tani që na ndihmon neve të vëmë në skenë këto dramatizime, këto filma, edhe dukesh me vërtet si një aktore vërtet ose edhe regjizore. A ka qenë një nxënëse që e ngrini dorën gjithmonë apo që kur të pyesnin përgjigjesh? Jo, kam qenë aktive në orë të mësimit. Më ka pëlqyer gjithmonë që atë që di ta them dhe atë që nuk e di le të pyes për të. Ndoshta këtë kanë vlerësuar edhe mësuesit tek unë. Pavarësisht se shumicën e rasteve, sidomos thash në këto lëndët eksakte, vështirësia ime ishte dhe pyetjet normalisht ishin më të shpeshta drejtuar mësuesve. Cili ka qenë një moment që nuk do të harroni kurrë nga fëmijëria juaj? Një moment që nuk do të harroj kurrë nga fëmijëria ime. Do të them një moment që ka ndikuar, që nuk e harroj nga fëmijëria ime, por që ka ndikuar dhe tek unë. Në një moshë relativisht të vogël unë kuptova një diçka sinqerisht shumë të madhe. Unë të kem qenë në klasë të 3 ose të 4 fillore. Dola të luaja jashtë, pavarësisht se nuk e kisha mësuar edukatën shoqërore, qytetare, si i thoni ju sot. Po, edukatë qytetare. Ne kishim edukatë shoqërore. Dhe mami që më thoshte, mos dili jashtë të luash, pa e mësuar dhe edukatën. Ne kishim mësimin mbasdite, do të thënë orën 1, unë duhet isha në oborrin e shkollës. Duke luajtur, menduam që do luajmë dhe këtë lojë dhe do hym brenda për të mësuar. Aty kalon një gjyshe e krrusur me 2 çanta shumë të mëdha, që mezi po ecte. Nuk mendova se lam lojën, nuk mendova se do kisha për të mësuar edukatën, por bashkë me një shoqen time ja morën çantat dhe po e ndihmonin për të çuar në shtëpi. Ajo ecte shumë avash. Shpinë kishte tepër larg. Dhe duke ecur, orën nuk e di apo e shikoja që ora po përparonte. Dhe fillova të ndjej pak atë emocionin që edukatën se kam mësuar, mami do më qortoj, mësuesja mund të më pyes edhe unë mund të marr një notë negative. Kur shkuam tek dera e shtëpisë, ja lam çantat dhe donim të ikim me vrap, unë bashkë me shoqen time që të shkonim të paktën në orar në shkollë. Por ajo nuk na la, do të hyni brenda, do të qeras, bun habet me gjyshen. Bukuri, mbaroi i gjitha kjo, shkoj në shtëpi, nuk kisha pse të shkoja, orari kishte kaluar, mami i thot qortuar, po me ulërima. Dhe di çfarë ndjeva asja në ato momente, nuk më bëri shumë përshtypje që mami më qortoi. Nuk më bëri shumë përshtypje që do shkoja vonë në shkollë dhe pa mësuar edukatën. Unë thash se kjo që bëm ne është përtej edukatës, përtej vlerave që mund të mësojmë në një libër, dhe kjo më ka mbetur qysh në atë kohë, edhe pse isha shumë e vogël. Pra, në qoftë se më qortonte mami ose mësuesja, unë ndjesha shumë keq në herët e tjera. Kësaj here mua nuk më bëri fare përshtypje. Mendova kam bërë një diçka, kam bërë një vepër shumë të mirë, punë e madhe se çfarë thot mami ose mësuesja. Po ndonjë shoqe të pandashme keni pasur? Po. Bëhet fjalë gjithmonë për shoqet e fëmijërisë. Në pallat kam pasur shumë shoqe dhe me të cilat ruaj shumë edhe kontaktet, sepse jemi rilidhur, pavarësisht se jemi shpërndar në përbot, në për qytete të ndryshme, por ajo që unë veçoj është shoqja ime, pavarësisht se shtëpiat nuk i kishim shumë afër, por ishim që nga klasa e parë deri në klasë të 12 bashk, kishim edhe emrat njësoj, edhe ajo Alketa si unë, me të cilën kemi ndarë shqetësimet, problemet, gëzimet, ushtrimet, problemat, sepse Alketa tjetër, Alketa, Ahmeti e ka emrin, ishte shumë e mirë në lëndët eksakte.
Dhe shpesh herë, unë shkoja tek shtëpia e saj, ajo vinte tek shtëpia ime, bënim detyrat bashkë, pasi mbaronim mësimet, bisedonim, markëtoheshim. Dhe duhet të tregoj një episod të ritakimit me Alketën. Isha në Tiranë, po prisja të kaloja rrugën bashkë me vajzën time, dhe në krahun tjetër të rrugës shikoj një fytyrë që kisha 20 e sa vjet e parë. Edhe ajo me një vajzë, dhe ne vetëm po shikonim njëra tjetrën. Kishin kaluar kaq vite në mes, ne shikonim pafund njëra tjetrën, dhe kur jemi takuar, jemi përqafuar pa folur fare, qanim në supin e njëra tjetrës, dhe dy vajzat tona që kishin ngelur të shtangura po këto. Pastaj ja treguam edhe vajzave se qishim ne për njëra tjetrën. Por Keti, se unë kështu e tras, Keti është me vërtet një vajzë jashtëzakonshme. Sot jeton në Prishtinë, edhe gjej rastin ta përshëndes. A kishte ndonjë lloj arti që u tërhiqte në fëmijëri? Thash edhe pak më përpara, jam marrë me, pothuajse me instrument, me aktrim, me këngë, dhe ajo që më tërhiqte më shumë ishte pikërisht tash aktrimi. Kjo ndjenjë filloi të rritej, derisa një ditë bukur, unë i thash prindërve të mi që unë do të bëhem aktore. Dhe vetëm në momentin kur unë hoqa dorë dhe thash unë nuk do bëhem aktore, sepse gjej rastin për të falendëruar prindët e mi këtu. Nuk më kanë ndërhyrë kurrë në zgjedhjet e mia. Më kanë lënë hapësirë, më kanë lënë fushë të gjerë zgjedhjeje, që zgjedhja ishte imja. Ama kjo përveç se ishte një kënaqësi e imja, ishte një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Sepse unë duhet të zgjidhja një diçka që të mos zhgënjeja veten, mos i zhgënjeja as prindrit. Dhe të thuash e zgjodha është alfa. Por më vonë unë vazhdoja dhe bluaja me vete, e shikoja në shumë këndvështrime, në shumë aspekte, e bëj dot se bëj dot, çfarë bëj mirë, çfarë bëj keq, pra e peshoja me veten time, pavarësisht se ishe në një moshë minorene, por më duhej ta peshoja, sepse prindrit ma kishin lënë mua në dorë. Dhe pasi e peshova mirë, mua më pëlqen të zgjedh me thënë drejtën rrugët e sigurta. Nuk jam tip aventuresk që guxoj për të panjohurën. Atëherë unë vendosa të mos studioj për aktore, por le të marr mbas mbarimit të gjimnazit një deg që do të më caktonte komiteti ekzekutiv, se kështu ka qenë atëherë. Nuk ishte të drejtë zgjedhjeje. Unë faktikisht doja juridikun dhe filozofin, por ata më çuan për gjuletërsi. Gjuletërsi nuk e doja, sepse e kisha timen. Doja një diçka, të aftësohesha në një fushë tjetër. Megjithatë, unë vazhdova për gjuletërsi dhe më mirë sepse u aftësova akoma më shumë edhe e bëra akoma më timen, letërsinë dhe gjuhën shqipe. Zosh Alketa, si ishte dita jote e parë si mësuese? Nuk do ta harroj kurrë. Kur del nga bankat e shkollës dhe mendon që do shkosh në punë, nuk je shkëputur akoma nga ajo të qenit nxënëse, studente. Dhe dita e parë ime e punës ka qenë, morëm të gjithë regjistrat, mësuesit të gjithë ikën nëpër klasat e tyre, unë me regjistër ngela në mes të korridorit të shkollës, e dija klasën, por në ato momente kuptova që tani unë do të ndryshoj. Unë nuk jam më nxënësja, unë nuk jam më studentja, unë do të marr një rol të ri. Dhe sinqerisht kam hyrë me një emocion të jashtëzakonshëm. Klasa u ngrit në këmbë dhe unë nuk isha më shumë se sa 22 vjeçe. Domethënë me nxënësit e mi kisha shumë pak diferencë. Por megjithatë, në këtë moment thash, më shërbeu shumë edukata dhe profesionalizmi i mësuesve të mi, profesorëve të mi. Aty pastaj fillova dhe unë duke kujtuar, atëherë edhe unë thash të ta bëj kështu. Mbaj mend që kam pas një klasë të 5, të cilën e përgatita jashtëzakonisht mirë, kuptohet me ato fuqinë e të riut, e të res. E
përgatita jashtëzakonisht mirë dhe e morën me shumë sportivitet dhe me shumë dashuri gjuhën. Domethënë nuk e morën me frikë ose me ankth, por krijuam marrëdhënie shumë të mira dhe puna eci jashtëzakonisht mirë. Çfarë është ajo që mban, si të themi, të lidhur me këtë profesion, pavarësisht sfidave? Unë qysh nga ajo kohë që thash fillova ditën e parë si mësuese dhe deri tani unë nuk jam shkëputur asnjë moment nga profesioni im. Kam një përshtypje që kur e don një profesion e po deshe të aftësohesh në profesion, nuk duhet ta ndryshosh. Të them të drejtën, unë kam patur shumë oferta pune për të ndryshuar, për të mos qenë më mësuese. Por unë kam thënë me veten time këtë gjë. Unë duhet bëj një diçka që di ta bëj shumë mirë, që profesionalisht edhe emocionalisht jem e përfshirë dhe të ndihem mirë. Nuk mund të them që dhe profesionet e tjera ose vendet e tjera të punës nuk do t'i kisha bërë, por do t'a kisha shumë vështirë pastaj të kthehesha në arsim. Brezat ndryshojnë, kurrikula ndryshon, mentaliteti ndryshon, kështu që do ta kisha shumë vështirë dhe pikërisht për këtë kam qëndruar dhe nuk do ta ndryshoj kurrë pozicionin tim të punës, përveç se si mësuese. A ndjesh ndonjëherë sikur mëson edhe ti nga nxënësit e tu? Unë kam thënë shpesh në orët e mësimit. Ora e mësimit për mua është një marrëdhënie ndërsjellët mes mësuesit dhe nxënësit. Askërkush nuk i din të gjitha. Unë ndoshta jam e profilizuar në një fushë, por ju merrni një informacion të jashtëzakonshëm duke naviguar në internet, merrni një informacion që unë ndoshta nuk e kam. Kështu që gjithmonë orën e mësimit e kam parë si një marrëdhënie të ndërsjellët, unë duke ju dhënë ato që di dhe ju duke më dhënë mua ato që dini. Edhe kështu mendoj se ora e mësimit harmonizohet mes mësuesit dhe nxënësit, edhe arrim rezultate shumë të mira. Cila është sfida më e madhe të qenit një mësuese sot, duke qenë se gjithçka po përparan me shpejtësi edhe teknologjia ka ndikuar shumë te të rinjt? Teknologjia ka ndikuar shumë tek të rinjt, por më vjen keq ta them që shumicën e kohës nxënësit po e kalojnë në teknologji, por jo për të përfituar nga ajo. Sepse teknologjia kam përshtypjen se u krijua që ne të përfitojmë akoma më shumë, për ta njohur botën, për ta patur botën me një klik në kompjuterin tonë, në smartphone-in tonë ose në aparaturat që ne kemi. Por ajo që më vjen keq është se shumica e nxënësve e harxojnë tash kohën që është shumë e çmuar, sinqerisht e harxojnë jo në dobi të tyre. Do ishte mirë që atë kohë të çmuar ato ta harxhonin për të përfituar diçka, për të marrë informacione. Këtë e lidh edhe me veten time. Ne kishim shumë të rezervuar marrjen e informacionit. Ne nuk kishim ku ta merrnim një informacion. Kërkonim nëpër libra, nëpër gazeta, nëpër biblioteka për të gjetur një informacion plus. Ndërsa ju sot ju e keni këtë luks. Por ajo është vërtet sfidë. Është si ta drejtojmë rinin drejt informacionit të duhur. Dhe jo informacioni që nuk jep asnjë dobi dhe nuk është në të mirë të tyre. Ne kemi biseduar shpeshherë në orë të mësimit kur kemi bërë edhe sidomos projektet, por edhe orë të ndryshme, tematika të ndryshme në letërsi ose në gjuhë, dhe unë ju kam thënë që ju duhet ta përzgjidhni informacionin. Jo çdo informacion që del në internet mund të jetë i saktë, mund të jetë i duhuri, ose nuk keni pse merrni të gjithë të njëjtin informacion, ju duhet kërkoni dhe pse jo të gjeni atë që ndoshta shoku ose shoqja ose dhe mësuesja nuk e din, nuk e njeh. Të sillni diçka të re, një risi, të krahasoni informacione, të bëni analizën e këtyre informacioneve. Dhe unë them se për këtë duhet sot teknologjia. Tjetër gjë, edhe argëtimi është mëse normal për moshën tuaj, por nuk duhet të zerë aq shumë kohë sa zën pjesa argëtuese me pjesën informuese të nxënësit. Si nxënëse, unë kuptoj se sa rëndësi ka të ndjesh e sigurt dhe e dashur në klasë. Sipas teje, si ndikon në një klasë dhe në performancën e nxënësve kur ka dashuri, mirëkuptim dhe komunikim?
Mendoj se kjo është arma më e mirë, jo vetëm me nxënësit, por në përgjithësi që një njeri duhet i ketë. Për të krijuar afrimitet, për të krijuar siguri, për të krijuar besim. Sot me nxënësin duhet jemi shumë të kujdesshëm. Jo vetëm të tregohemi të dashur, të mirë kuptueshëm ndaj problemeve, sepse sot nxënësit me thënë të drejtën kanë shumë problematika. Ka plot plagë shoqërie të cilat janë trashëguar edhe tek fëmijët, të cilët i përjetojnë edhe sinqerisht, kur vjen në një orë mësimi, i hedh një sy klasës dhe duke patur parasysh ato nxënës që kanë të tilla problematika, vështrimi im dalet pikërisht tek ato fillimisht. Dhe them, si e ka pas problemin ky fëmijë? Çfarë e mundon? A ka fjet? A ka qenë i qetë? A ka pas shqetësime? Pra, ndita ime fillimisht nis kështu. Por përveç kësaj, fëmijët kanë nevojë edhe për këshillim, edhe për t'i tërhequr vëmendjen, edhe për t'i treguar se cilat janë rregullat e sa të rëndësishme është zbatimi i tyre. Sepse qysh në këtë moshë duhet të mësoni se si ta menaxhoni emocionet vete, dëshirat, hobin që ju keni. Pra, duhet ta menaxhoni duke pasur parasysh çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë. Dhe pikërisht mësuesi duhet të jetë edhe një informator i tillë. Nuk dia ke vënë re, po unë vetëm indiferente ndaj gabimeve të nxënësve nuk jam. Nuk më lën ndërgjegja të qetë, në qoftë se unë do të mbyll sytë dhe do të them, po mua ç'më duhet. Am neti qetë në orë të mësimit, a nuk më krijoj probleme, unë nuk mundem. Nuk di, mund t'ju tregoj dhe një rast që më ka ndodhur shumë vite më përpara, jo në këtë ditë të sotme. Kisha një klasë shumë, po themi, gazmore, nuk po themi të zhurmshme. Dhe një nga ato nxënësit më tipik të këtyre shakave që ndodhin në klasë ose të zhurmës që të bëhen në klasë, një ditë të bukur qëndronte kaq i qetë, kaq i urtë, edhe ditën tjetër po kështu. Sinqerisht filloi të më bënte përshtypje. Mënyra se si kishte ndryshuar. Dhe një ditë i them, më duket se ka pas emrin Markelian, nuk më kujtohet sepse thash ka shumë vite. Çfarë ke? Dhe ai më kthehet pak a shumë i revoltuar. Më thot, zysh, unë nuk po bëj asgjë. Unë po rri urt, unë nuk po krijoj probleme në klasë, çfarë ke? Dhe përgjigjja ime ishte pikërisht kjo po më bën përshtypje, ti ke diçka që ke ndryshuar katërcipërisht. E mora më vete dhe pas shumë pyetjesh, nuk fliste. Në fund fare i vura dorën në supë dhe i thash, po të duash, mos më trego. Unë po të pyes shoqërisht. Zëre se nuk jam mësuesja jote, zëre se jam një shoqja jote më e madhe. Në këtë moment ati i rodhën lot. Ky ishte hapi i parë i hapjes. Dhe pastaj pasi e pyeta, po ç'ke mor djali? Thash, ç'ke mor bir? Tha, kam martuar motrën. Tu sinqerisht më erdhi edhe të qesh, edhe të qaj. Pastaj për ta kamufluar pak a shumë situatën, për ta tensionuar pak a shumë situatën, i tregova që në moshën tënde ka qenë dhe vllai im, që e mbante kokën më njan kur u martova unë. Kështu që ai filloi të qeshte, ju duk një gjë normale martesa e motrës, dhe të nesërme nuk kthye përsëri në origjinë, gazmor, më shumë gazmor se sa kishte qenë më përpara. Kështu që pak a shumë e kaloi atë ankthin, atë stresin që kishte. Zysh Alkita, si lindi dëshira jote ose ku të frymëzimi, ideja për të sjellë gjithë këto aktivitete në shkollë, gjithë këto dramatizime? Gjithë aktivitete po them qysh në vitin 1998 jepja mësim tek shkolla Beslidhja, tek shkolla Gjergj Kastrioti. Kisha një klasë të 6 dhe me rastin e 7 marsit mendova të organizojmë një konkurs recitimi. E gjitha kjo lindi sepse, sidomos në vitet 90, por edhe në fillimin e viteve 2000, ishin vitet e para të tranzicionit, Shqipëria nuk e dinte akoma se ku ishte, dhe normalisht këto aktivitete i mungonin fëmijëve, i mungonin rinisë.
Unë u nisa nga ajo fëmiria ime që ishte mbushur plot me aktivitete, plot me lojra, dhe sinqerisht kur shikoj ato fëmijë që vetëm kishin shkollën, sepse atëherë as rrjetet sociale, as interneti, kompjuterat nuk kanë qenë, kishin vetëm shkollën dhe maksimumi do mbylleshin brenda, sepse edhe jashtë nuk dinin. Bëj fjalë për 98-ën, ishte një vit mbas 1997-ës, ku Shqipëria u kthye në arenë lufte. Dhe qysh në atë kohë mendova që të krijoj një konkurs me recitime. Akoma e mbaj nxënësit mend sot, edhe pse po shkojnë tek 40 vjeçët. Pastaj në shkollën Lisus formuam gazetën e shkollës. Edhe aty, me mbylljen e shkollës Lisus, ne u shkuam pastaj tek shkolla Gjergj Kastrioti, ku në vitin 2012, me nxënësit e klasës së 8, me rastin 100 vjetorit të pavarësisë, vum në skenë dramën Gjaku i Arprit. Një dramë e shkruar nga një ish profesori im, Adil Krajo, Indjeri, e vënë nga trupa e aktorëve të Shkodrës, një trup prestigjioze, dhe ishte një guxim sinqerisht prej të marri ta vije në skenë me nxënës të klasës së 8. Megjithatë, pas një pune të jashtëzakonisht intensive, e vum në skenë në një kohë kur në qytetin e Lezhës aktivitetet ishin jashtëzakonisht të pakta. Dhe ne kemi vënë pikërisht me 2 mars. Nxënësit ja dolën me vërtet jashtëzakonisht mirë, kemi marrë shumë urime në sallë, prindrit e nxënësve dhe spektatorët sinqerisht kanë qarë. Thash pak më përpara që ishte një guxim për të marrë, sepse ti thuash një nxënësje 13-14 vjeçare të luaj rolin e nënës plak, që ka humbur mendje, është jashtë çdo ideje, jashtë çdo mendësie. Megjithatë, ata ja kanë dalë jashtëzakonisht bukur. Ne kemi dhe të filmuar dhe unë shpesh herë shikoj me jashtëzakonisht nostalgji. Pastaj ardha tek shkolla Beslidhja, u zgjerua akoma më tepër gama e aktiviteteve. Pothuajse çdo vit ne kemi bërë një kartolinë urimi me këngë nga nxënësit, po dhe nga mësuesit, për rastin e festave të fundvitit. Kemi bërë film me rastin e 2 marsit. Ai xhirimi i filmit ishte hera parë që unë merrja përsi për të bëja një film. Xhirimet janë bërë në Lezhë dhe në Krujë, në temperatura sinqerisht shumë të ulta, se kemi xhiruar në shkurt në Krujë. Ata nxënës nuk u ankuan një herë, vetëm mobilizoheshin, vetëm më ndihmonin. Më thënë kanë qenë një mbështetje jashtëzakonshme. Dhe pastaj aktivitetet të tjera me rastin e 2 marsit, ku të ke qenë prezente, me valle, me këngë, me dramatizime të ndryshme, zbutja e Grinchit që e bëm në dhjetorin e 2024-ës, Stop Dhunës që e bëm në nëntor të 2024-ës. Më pas kemi bërë festat e nëntorit, po ashtu kemi bërë edhe komedin Pallati 176, ditët e fundit. Zëshë Alketa, cilat ka qenë projekti më i dashur për ty, që të ka pëlqyer më shumë? Këtu në ke zënë gurë sepse nuk i ndaj dot. Secili ka shpirtin brenda, emocionet, lodhjen, mundimet, imagjinatën, si do realizoj, si s'do realizoj. Pra çdo punë e imja është një pjesë e imja dhe unë nuk mund t'i ndaj. Normalisht, për sa i përket anës artistike, ata kanë ardhur gjithnjë në rritje, por unë nuk i ndaj dot. Unë pak a shumë i përmenda dhe gjithë krijimet e mia janë, si thuash, pjesë e imja. Si e keni menaxhuar kur në një shfaqje jo gjithçka ka shkuar sipas planit? Me thënë të drejtën, nuk kemi pas ndonjë rast të tillë, sepse kemi punuar deri në detaje. Më kupton
që do të thotë të mos kishim as edhe një lapsus, as edhe një mangësi, por edhe një fije floku, por edhe një cep fustani apo pantalloni. Pra ne kemi menduar në imtësi dhe sinqerisht nuk kemi patur momente të tilla nga e cila do të kishin ndoshta edhe vështirësi për të dalë. Nxënësit kanë pas raste, për shembull që kanë ndodhur ndonjë gabim i vogël, ndonjë lapsus, por ata e kanë marrë veten jashtëzakonisht shpejt dhe nuk kemi pas probleme të tilla. A është e vështirë për zgjedhja e roleve? Shumë e vështirë. Sepse nuk mjafton vetëm talenti. Ky nxënës, kjo nxënëse e bën, por duhet jetë edhe statura. Duhet jetë edhe postura, mimika, lëvizjet, pra janë shumë gjëra. Duhet jetë i aftë për ta bërë. Ai mund të ketë talent, por ndoshta ka vështirësi për të mbajtur mend tekstin. Pra ka shumë vështirësi. Por me thënë të drejtën, po marr dy vepra madhore siç është Gjaku i Arbrit edhe Komedia Pallati 176, te Gjaku i Arbrit kanë qenë 25 aktor brenda një klase. Dhe secili prej tyre hyri në lëkurën dhe karakterin e personazhit dhe arriti ta bëjë jashtëzakonisht bukur. Po kështu edhe tek Komedia Pallati 176. A ka ndodhur që një nxënës i turpshëm të kthehet si themi në një yll në skenë, një transformim krejt i papritur? Është e vërtet. Kam patur dy nxënës në një klasë. A mund t'i them emra? Klidi dhe Elvisi. Klidi ishte një fëmijë i ndrojtur, kërcente, kishte talent në të kërcyer. Ndërsa Elvisi ishte një vit më i madh se sa nxënësit e mi. Kuptohet, edhe me mësime nuk është se shkëlqenin, por arti është tjetër gjë. Është larg kornizave të shkencave. Dhe unë shkollën me thënë të drejtën asja më pëlqen të shikoj edhe jashtë kornizës shkencave që ne studiojmë ose dijeve që ju merrni. Shkolla duhet të jetë një diapazon më të gjerë. Për mendimin tim duhet i aftësojnë nxënësit aty ku ata kanë prirje. Dhe ne këtë gjë ne mësuesit mund ta bëjmë shumë mirë nëpërmjet projekteve. Aty duke i dhënë rolin nxënësve, aty shpalosen edhe talenti i tyre. Po marr rastin e Klidit. Ishte në klasën e 6 kur ne bëm një emision, një projekt me titullin Media dhe ne. Klidi kishte emisionin e gatimit. Dhe më tha, zysh si do të realizoj. Unë zakonisht jap vetëm direktiva. Puna pastaj është e nxënësit, puna vetjake e nxënësit. Dhe i thash, futu në internet, studio receta gatimi, fillo t'i mësosh, fillo se si do t'a bësh emisionin të gatimit. Ai e bëri jashtëzakonisht bukur, mbaroi klasën e 9 shumë mirë, vazhdoi shkollën e kulinarisë kuzhinën tek shkolla profesionale Kolin Gjoka, mbaroi 2 vjeçarin tek në Rancë, dhe sot është një nga pasqyrët më të mirë të Lezhës. Ndërsa për sa i përket Elvisit, Elvisi shkëlqeu me rolin e Gjan Kastriotit tek filmi Skënderbeu dhe në të gjitha aktivitetet që ne kemi bërë, pavarësisht se nuk shkëlqente në mësime. Zysh, sa e rëndësishme mendon ti është që fëmijët të kenë një lidhje si themi me artin në ditët e sotme, me shfaqje teatrale, me këngët, dhe si ndikon kjo te ata? Fëmijët duhet kenë sezbolidhje me artin dhe me kulturën. Sepse arti dhe kultura në të vërtet nuk janë vetëm frymëzim, janë mesazhe. Arti është disiplinë, përveç se kulturë. Arti të mëson edhe atë që ti të mos jesh i ndrojtur, përballja me skenën, ty të heq ato emocionet, ty të zhvillon shprehinë e të folurit, ti pasuron fjalorin. Dhe në nesërmen ti do t'jesh një orator jashtëzakonisht shumë i mirë. Plus kësaj, arti të edukon edhe me kulturën. Ti njeh muzikën, ti di të flasësh për pikturën, për skenografinë, për dramatizimet, pra të pasuron jashtëzakonisht
pasuron edhe mendjen, po mbi të gjitha pasuron shpirtin arti. Edhe unë fëmijët sinqerisht do t'i drejtoja tek arti. Zysha, si që the dhe vetë, sa së fundmi keni vendosur komedinë Pallati 176. Pse zgjodhet pikërisht këtë komedi? Në të them të drejtën, zgjodhëm këtë komedi sepse nuk ishim marrë ndonjëherë me komedi. Ishim marrë gjithmonë me drama që kishin edhe problematika të thella shoqërore, si dhuna, armët, Gjaku i Arbrit që kishte atë mesazhin e tij jashtëzakonisht fort. Dhe duke patur parasysh që kjo botë ka nevojë për të qeshur. Dhe ne duam të përcjellim tek njerëzit, edhe në jetën tonë personale, po edhe në skenë, të përcjellim qeshur. Le t'i bëjmë njerëzit të ndihen mirë. Për disa momente ose për disa orë, le të harrojnë gjithë problematikat, gjithë hallet, gjithë problemet që ato kanë. Pse jo? Le të qeshin, le të argëtohen. Dhe kjo ishte pak a shumë mbi të gjitha arsyeja pse ne zgjodhëm Pallatin 176. Megjithse, dua të theksoj, ishte një sfidë jashtëzakonshme. Ne do përballeshim me kulminacionin e humorit shqiptar. Ne do përballeshim me arritjen e jashtëzakonshme të aktorëve profesionistë të teatrit kombëtar, emra të shquar të teatrit, dhe pavarësisht moshës vogël që kishin nxënësit, unë e di shumë mirë që ajo u mirëprit jashtëzakonisht edhe nga spektatori, edhe nga teleshikuesit, edhe në rrjetet sociale është shpërndar. Dhe unë falenderoj me këtë rast edhe nxënësit që për një periudhë jashtëzakonisht shkurtër kohore, thjesht 2 muaj punë, duke patur parasysh orët e mësimit, studimin në veglat muzikore, provimet, testet e fundit të vitit, dhe me gjitha këto, ja dolëm shumë mirë, dhe për këtë jam shumë e lumtur dhe e gëzuar, që jo vetëm e argëtuam, po edhe bëm të qeshim spektatorin lezhjan. Si e përjetuan, ti e përmendë pak edhe vetë, po nxënësit duke qenë se Pallati 176 është, se themi, përshtatet më shumë brezave më përpara dhe Është e vërtetë. Si e përjetuan nxënësit? A kishte momente kur ata u ndjen të sfiduar se si do përshtateshin me këto role apo u Është e lidhen vërtetë. me ta Një pavarësisht nga diferencës? sfidat që unë nuk e përmenda ishte pikërisht kjo. Nxënësit tanë do të sillnin në skenë një realitet që nuk e njihnin. Thjesht kishin dëgjuar për ta. Do të imagjinonin një realitet, po e them përsëri, të cilin as në ëndrat e tyre nuk e kishin parë ndonjëherë. Dhe kjo ishte shkalla e madhe e vështirësisë. Por megjithatë, duke e studiuar pjesën, duke hyrë thellë në karakter, në rolet e personazhet që ata kishin, unë mendoj se ja dolën jashtëzakonisht mirë. Pastaj duhet kemi parasysh që Asja, ato mentalitete që kanë qenë atë kohë, ato problematika që kanë qenë atë kohë, vazhdojnë të jenë ndoshta më të theksuar edhe sot. Më kupton? Kështu që maksimumi i ndryshimit ishte thjesht veshja, orendit, do të thënë ajo syprina e skenografisë që ndryshonte pak a shumë. Por nxënësit ja dolën shumë mirë, edhe pse diferenca midis brezave ishte jashtëzakonisht e madhe. Si ishte reagimi i publikut, veçanërisht i brezave që e kanë, si themi, e kuptojnë më mirë këtë komedi? Unë do të thoja që në salla të ditë ka patur edhe fëmijë, por edhe brezi im që kanë përjetuar atë kohë dhe që janë rritur, si thuash, me komedinë Pallati 176. Po thash, kishte edhe nga ato fëmijë që nuk e njihnin fare. A ka pasur ndonjë koment apo vërejtje që ju ka ngelur në mendje? Për sa i përket Pallatit 176, një vërejtje që unë nuk e mora dhe për bazë, me thënë drejtën, ishte mosha e vogël e fëmijëve nuk i përshtatej roleve. Tani ne me këto mosha punojmë, unë këto mosha do të nxjerr në skenë, më kupton, kështu që pak a shumë kjo ishte, si të them, vërejtja, ndërsa komportimi i elementeve i personazheve ishte një nga arritjet e kësaj komedie. Zysha Alketa, edhe një herë suksesi, sepse Pallati 176 ka qenë me të vërtet një arritje shumë e madhe dhe domethënë
Besoj se po të jepni edhe një herë do keni akoma dhe më shumë njerëz që do vinë t'ju shohin. Është e vërtet. Edhe Këtu gjej rastin të përshëndes dhe të falenderoj drejtoreshën e shkollës Anisa Lishi, e cila në çdo aktivitet është inkurajuese, është frymëzuese, të jep ide dhe pastaj në fund fare të lë dhe dorë të lirë që të bësh ti siç e ke imagjinuar. Por Anisa i nxit jo vetëm tek pjesa e dramatizimit ose të kursit të teatrit që kam unë, por në përgjithësi drejtoresha Anisa nuk lën moment pa nxitur zhvillimin dhe aktivizimin e më tepër veprimtarive kulturore dhe artistike në shkollën tonë. Dhe kjo është një suport i madh, sepse pa ndihmën e saj ne nuk mund t'i arrijmë të gjitha. Zush Alketa, a keni ndonjë sekret tuaj për të krijuar një ambient të dashur dhe ose themi të lirshëm për nxënësit në një klasë? Unë mendoj se sekreti i një mbarvajtje të punës është të jesh e drejtë. Të trajtosh çdo nxënës në mënyrë të barabartë. Ti shikosh nxënësit nga fillimi në fund si të njëjtë, pa bërë diferencime. Nuk ka rëndësi ky mëson, ai nuk mëson. Kjo është pjesë tjetër. Për të dashur të krijosh një marrëdhënie të shëndosh me nxënësin, duhet të jesh, thash, e drejtë. Dhe duke qenë e drejtë, ti edhe kur ta kritikosh atë nxënës, ai do të mirë kuptojë. Në mos sot, do të vi një ditë dhe do ta kuptoj që ku kishte gabuar dhe pse unë e kam kritikuar. Mua nuk më pëlqen t'i ndaj nxënësit, ky mëson, ai nuk mëson. Unë e thash edhe pak më përpara, në aktivitetet e mia, unë nuk marr nxënës që janë të shkëlqyer në 10. Normalisht edhe ato kanë pjesën e tyre. Pa ma, unë e kam pikërisht syrin tek këto nxënës të cilët nuk arrin shumë lart në të nxënë. Atëherë, o burra, ti provojmë në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër, aty ku ata e shprehin talentin e tyre, aty ku ata ndoshta se kanë provuar asnjëherë, pse mos ta provojnë? Ndoshta do ja arrin, ndoshta nuk do ta vazhdojnë, por gjithsesi e mira është që shanset jenë të barabarta për gjithë nxënësit. Dhe kam përshtypjen se, për mendimin tim, ky është sekreti. Po surpriza më e bukur që keni marrë nga një nxënës, cila është? Surpriza më e bukur. Me thënë të drejtën, nxënësit më kanë surprizuar shpesh herë. Po. Marr surpriza me vërtet, dhe nga nxënësit dhe nga ish nxënësit. Por unë me këtë rast do të kujtoj nxënësit që kam patur para 4 vitesh. Ishte koha e epidemisë së Covidit. Unë isha e smur në shtëpi. Ishim të gjithë karantinuar, unë, im shoq edhe djali. Atë ditë ishte 7 marsi. Ashtu e shtrirë në krevat, po mendoja që ishte i pari 7 mars që unë nuk do ta festoja me nxënësit e mi. Në këto mendime, sinqerisht edhe u mërzita. Sepse ky 7 mars nuk ka kuptim pa nxënësit. Duke ndenjur ashtu e shtrirë, edhe pse nuk ndihesha mirë atë ditë, marr një telefonat e një nxënëse që më thotë, "O Zush, dil pak në balkon." Ajo është videoja që mua më emocionon akoma kur e shikoj. Ishin ardhur të gjithë poshtë balkonit, një parull të madhe, shërim të shpejt, mirë se të na vish në shkollë, me tullumbace, me tuf me lule, dhe që bërtisnin dhe këndonin nga poshtë, dhe unë që i dëgjoja nga kati i tretë. Aty me vërtet më kanë rrjedhur lot. Pastaj, duke ruajtur gjithmonë masat e sigurisë, në distancë, ata erdhën, lanë tek dera edhe tullumbacet, edhe tufën me lule, dhe i kam përshëndetur nga larg, por sinqerisht ajo ditë ka qenë jashtëzakonisht emocionuese për mua. Edhe ka qenë një nga surprizat më të bukura që atë ditë nxënësit nuk më lanë vetëm. Me të vërtet shumë e veçantë. Zysh, si ndiheni kur një nxënës ju thotë, ju jeni mësuesja ime e preferuar? Në vërtet, unë nuk i kam thënë mësuesve të mi, je mësuesja ime e preferuar, pavarësisht se ishte mësuesja ime e preferuar.
Por sot fëmijët janë më mendje hapur, janë më të afrueshëm. Sinqerisht do ta merrja si një dëshirë fëmije, por nuk do ta lija pa analizuar. Përse ky fëmijë thot? E ka me të vërtet më ndjen, apo e ka thjesht për të, ndoshta për të më bërë qefin, apo thash, megjithse shpesh janë nxënësit më thonë këtë. Por thash, unë nuk e le pa analizuar. Edhe më pëlqen të jem, thash, e hapur edhe ndaj këtyre nxënësve. Ta di arsyen. Nëse ma thonë me plot shpirt, i them me plot gojen faleminderit. A ndodh ndonjëherë që nxënësit ju kërkojnë ndihmë edhe për gjëra jashtë mësimit, edhe si menaxhoni këtë rast? Është e vërtet. Edhe jashtë mësimit, edhe kur s'kan kërkuar ndihmë, unë jam përpjekur ta jap këtë ndihmë. Nuk është fjala për të pyetur vetëm për pyetjet rreth letërsisë apo gjuhës, por shpesh herë zhvillojmë tema shoqërore, biseda të ndryshme, më bëjnë pyetje, jap përgjigje, jap këshilla. Dhe për moshën që ju keni, këshilla ime e vetme është që mos bëni asgjë që nuk do t'ju toleronin prindrit. Këtë që ju a them edhe atyre. Ne si nxënës e kuptojmë që jeni një figurë autoriteti, po gjithashtu duam të ndihemi edhe pranë teje, të kemi një marrëdhënie miqësore dhe të mirë. Si arrini ta ruani ekuilibrin midis autoritetit dhe dashurisë duke qenë një mësuese që ka frymëzuar gjithë këto breza? Autoriteti është vërtet një fjalë shumë e madhe. Koha ime I ka pas mësuesët shumë autoritar, ku mësimi zhvilloi me në qendër mësuesin. Mësuesi fliste dhe ne dëgjonim. Bëhej shpjegimi, nuk kishte pyetje, s'kishte pyetje dhe aty mbyllej dhe të nesmen vazhdonte një njëjti ritual. Sot kurrikula ka ndryshuar, metodikat kanë ndryshuar dhe sot mësimi është me në qendër nxënësin. Për sa I përket autoritetit, mua më pëlqen të zbatoj rregullat. Sinqerisht, në një klasë ku nuk ka qetësi, nuk mund të bëhet mësim. Unë mund ta bëj mësimin, por për nxënësit nuk e kam bërë, sepse nxënësit janë të shpërqendruar, nxënësit nuk e kanë mendjen tek unë. Kështu që atë qetësinë dhe atë përqendrimin në orë të mësimit, unë e shikoj si një çelës drejt suksesit, edhe për të përfituar në klasë, edhe për ta kuptuar në shtëpi, edhe pse jo të nesërmë për ta riprodhuar dhe për ta thënë, për t'i kthyer ato dije në shprehi, sepse këtu synoj unë. Dijet që ju merrni ju t'i ktheni në shprehi, të I keni tuajat. Jo t'i mësoni për një periudhë të shkurtër kohore. Dhe pastaj ata të fshihen. Dhe mendoj se çelësi I suksesit në orë mësimore është mbajtja e qetësisë në klasë dhe tërheqja e vëmendjes së nxënësve gjatë shpjegimit të mësimit. Pse jo, edhe nxënësit jetë pjesë e shpjegimit të mësimit. Ju ke parasysh shpesh herë, keni qenë ju ata që duke mbështetur në informacionet që keni marrë më përpara, duke lexuar informacionin e ri, ju keni arritur ta shpjegoni të gjithë temën mësimore. Dhe mendoj se kjo është jashtëzakonisht efikase për orën e mësimit. Për sa I përket tërheqjes, afrimitetit, afeksionit, unë edhe në orë të mësimit ndoshta e teproj me këtë gjë. Ndoshta nuk duhet ta bëj aq shumë. Afrimiteti me nxënësin kur ti krijon një klimë të dashur, të afërt, ai fëmijë, ai nxënës krijon besim tek ti. Duke krijuar besim, normalisht edhe fillon dhe angazhohet më shumë në atë lëndë. Fillon ta dashurojë lëndën dhe pastaj normalisht e don edhe mësuesen. Zushalkida, përveçse jeni një mësuese ka që përkushtuar, jeni edhe nëna e 2 fëmijëve, një djalë dhe një vajze. Si është thjesht njëkohësisht nënë dhe mësuesa? Njëherë I falenderoj 2 fëmijët e mi që ma kanë mbushur jetën me shumë gëzim. Sot gjej rastin të uroj edhe Tim Bir, sepse ai sot ka ditëlindje dhe feston 27 vjetorin, u bësh 100 vjeç nes. Asjen e kam pak më larg, ajo ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
por largësia e kilometrave nuk është asgjë kur zemrat janë afër njëra tjetrën. Unë kam qenë edhe nën, edhe mësuese për 2 fëmijët e mi. Por e di çfarë kam vënë re Asja? Nëse për nxënësit, në problematikat që ata kanë pasur, më shumë kam qenë nën se sa mësuese. Për fëmijët e mi, në problematikat që ata kanë pasur, kam qenë më shumë mësuese se sa nën. Dhe sinqerisht, kur e kujtoj fëmijërinë e tyre, mua sot më vjen keq dhe them sa e ashpër kam qenë. I mësuese jashtëzakonisht e rrept, si në shkollë, ashtu dhe në shtëpi. Me thënë, nuk kam pas nxënës me të cilët unë kam qenë e rrept se sa 2 fëmijët e mi. Me ato kanë qenë jashtëzakonisht shumë. Nuk pranoja gabimet, pavarësisht sa ishin fëmijë do të gabonin, nuk i duroja dot kur ata gabonin. Dhe edhe Asja edhe Enesi, të dy ma kanë vënë dukje tani që janë rritur. Por, nga ana tjetër më kanë thënë dhe një diçka që më ka gëzuar. Faleminderit që ke qenë ashtu. Sepse kjo na ka bërë neve që të jemi të sinqert. Mos e fshejmë gabimin, sepse gabimet do bëhen. Të jemi të drejtë. Të jemi parimor dhe të ecim në bazë të rregullave. Nuk e di, deri tani, falë Zotit, ato kanë ecur shumë mirë. Si në jetën e tyre personale, ashtu edhe në jetën intelektuale, sepse të dy janë me shkolla të larta. Si e përjetojnë ose a i shohin fëmijët aktivitetet që bën ti me nxënësit? Fëmijët e mi? Po. Po, është e vërtet që i shikojnë, biles djalin e kam pasur tek gjaku i arbrit, ka pas një rol jo shumë kryesor, sepse pavarësisht se ishte i mbirë në përzgjedhje, do të ishin ata që e bënin rolin, jo pse ai ishte imi, ka pas një rol të vogël. Ndërsa shokët e tij i flisnin pafund, ishin në gjitha skenat, edhe Asja është marrë faktikisht me muzikë, ka studiuar piano dhe ka kënduar, ka qenë fituese e çmimit Chelsea Art në një konkurs mbarkombëtar të këngës popullore që zhvilloi në Tiranë. Ka marrë pjesë tek Gjeniu i vogël, ka shkuar deri në gjysmëfinale. Por ka një diçka, ata dikur kënaqen vetëm pasi ka dalë rezultati i produktit. Ama kur flasin me mua, kur më shikojnë ashtu me letra, duke mbajt shënime, duke menduar se si do të realizoj këtë, si do të realizoj atë, më thonë, pse merresh me këto gjëra kur nuk ti ka ngarkuar dikush? Pse lodh shpirtin më i madh? Pastaj kur shikojnë produktin, atëherë më japin urimet e tyre. Cili është mësimi më i mirë që ke marrë nga roli yt si nën? Pyetje e vështirë. Fëmia don kohë. Fëmia don përkushtim. Në qoftë se i ke dhënë kohën tënde fëmijës, më merr mendja se i ke dhënë gjithçka. Fëmia don thash përkushtim. Ti je pranë tyre për gjithçka. Edhe kur ata janë të gëzuar, por sidomos kur ata kanë probleme dhe mërzitje. Fëmia kërkon dashuri. Shumë dashuri. Por duhet të jesh aty edhe për ta kritikuar. Kur gjërat nuk shkojnë ashtu siç duhet. Në një farë mënyre, prindi ose sidomos nëna duhet jetë ajo udhëzuesja, udhëheqja e fëmijës për disa kohë. Unë faktikisht kam qenë një nënë shumë posesive. Edhe vazhdoj të jem. E di që është minus mangësia imja, por nuk heq dot dorë. Edhe pse ata janë të rritur, janë madhor, kanë krijuar jetën e tyre, unë akoma vazhdoj, kujdes këtë, shiko atë, kjo nuk më pëlqen, këtë e ke mirë, pra akoma vazhdoj me këshillat. Dhe fatmirësisht mi marrin parasysh. Roli nënës është shumë dimensional, Asja. Por një nën është nën, është kuzhiniere, është edukatore, është mentore, është mësuese, është punonjësja, pastruesja e shtëpisë. Pra, nëna është shumë dimensionale. Tu pa dashur të heq edhe rolin e babait, ka dhe ai rolin e vet shumë kryesor, por nëna është ai që është shumë afër me prindin, me fëmijën,
Me që po flasim për rolin e nënës, a ke pasur një marrëdhënie ose shumë të afërt me prindrit e tu dhe me nënën tënde? Ajo që mua më ka injektuar qysh të vogël, është që unë do të tregoj të vërtetë. Pavarësisht se çfarë ka ndodhur. Dhe në përgjithësi unë gjithmonë kam treguar atë që ka ndodhur. Ashtu siç është, sepse kam kuptuar qysh në atë moshë që të gjitha problematikat e mia janë vetëm prindrit që do mi zgjidhin. Nuk do mi zgjidhin as shokët e shoqet, as kushurint, as komshinjt, as kërkush tjetër përveç atyre dy prindërve. Të them të drejtën, më tepër kam qenë e hapur me babin. Atij ja tregoja të gjitha, sepse babi ishte edhe ai lodhej, nuk them, sepse mami lodhej më tepër. Koha asaj kohe, do të thënë mënyra se si organizoi jeta në atë kohë ishte shumë e vështirë. Nuk i kishim të gjitha këto kushte, pavarësisht se i mat punonte jashtëzakonisht shumë, nëna ime punonte shumë dhe të gjitha elektroshtëpiaket apo televizorin, frigoriferin ne i kishim në shtëpi, që ndoshta një qytetar ose një komshi tjetër nuk i kishte. Ata lodheshin thash, po nga ana tjetër gjenin kohë edhe për të biseduar. Dhe sidomos edhe me mamin, kam biseduar edhe me babin, po babi ishte më mbrojtës, më protektiv ndaj nesh. Na ruan të jashtëzakonisht shumë. Babai im është rritur pa nën, i ka lënë në një moshë shumë të vogël dhe si thuash, ne fëmijët ishim familja e tij e parë. Dhe normalisht na shikonte me një, edhe sikur gabimin më të madh kishim bërë, qortimi i tij ishte i lehtë për të mos thënë fare. Vetëm thoshte, mos e përsëritni më dhe kaq. Ndërsa mami ishte pak më rreth. Po më gjanë shumë edhe me familjen time, se edhe babi më është rritur pa nanë, edhe tani që po e thua, po më duken krejt një lloj. Zyrë, cili ka qenë momenti më gazmor që ju ka ndodhur në klasë? Si mësuese apo si nxënëse? Si mësuese. Si mësuese, sinqerisht kemi patur plot momente gazmore, sepse mua më pëlqen që ta ndërthur. Kur e shikoj që nxënësi është lodhur nga gjithë ajo grumbullim mendimesh, idesh, analizash, ushtrimesh, dhe mendoj sidomos tek pjesa e letërsisë të fusin lloj batut gazmore dhe të qeshim. Por me thënë të drejtën, do të kujtoj një moment kaq qesharak kur kam qenë nxënëse. Nuk dija do qeshësh edhe ti, po sa herë kujtoj qesh. Isha në klasë të 3 ose të 4 dhe mësuesja po lexonte pjesën Luli i Vocër i Migjenit. Mësuesja po lexonte dhe ne po e përjetonim atë lulin e shkret që s'kishte rroba, që mësuesi e përkëdhelte, e donte shumë. Në momentin kur mësuesja lexoi që këpucët e lulit kishin hapur gojen sikur donin ta hanin mësuesi, aty shpërtheu një e qeshur në të gjithë klasën, qeshi dhe mësuesja. E bukura ishte se të gjithë pushohen, po unë nuk pushoja. Vazhdoja të qeshja me lot. Reagimi i mësueses ishte fillimisht, Alketa të lutem, Alketa mjaft, mirë Alketa qeshe, boll. Unë nuk pushoja dhe i thoja vetes që mos qesh, por më kishte hypur një gaz. Pikërisht sepse unë imagjinoja një këpucë që kishte hapur gojen me ato thumbat që donte të hante mësuesin. Dhe kjo ishte ideja, imazhi që krijoi në mendjen time në atë kohë, por di që kam qeshur pafund. Nëse nuk do të ishit mësuese, me çfarë do merreshe? A do ishe një aktor apo do kishe një fushë tjetër që do të tërhiqte? Thash, në fillim kam dashur të jem juriste, por nuk ma dhanë. Për mua zgjodhen të tjerët, zgjodhen gjuletërsinë, por as ja di si është një punë, më pëlqen profesioni im. E dua. Të edukosh brezat, është për te punës, është mision. Është të jesh në zemrat dhe në mendjet e qindra mijëra nxënësve. Dhe kam përshtypjen se këtë gjë asnjë profesion nuk ta jep. Ti jesh afër një fëmie që ti ta përgatisësh për një jetë. Është si mjeku që shpëton një jetë ose që shëron një të smur. Edhe ti me aftësitë e tua, duke qenë për nxënësit, i jep dije, i jep informacion, ama e mbështet, e inkurajon,
zbulon një talent, i thua vazhdo, ec, domethënë nuk të herë kisha ndruar. Ja. A keni ndonjë ëndër që nuk e keni realizuar ende? Mua më pëlqen të shkruaj. Botova librin e parë para shumë vitesh dhe aty kuptova që interesi për të lexuar ka rënë. Megjithatë, në atë frymëzim si për pasi u botu libri i parë, mendova të shkruaj një roman, të cilin ka vite që e kam lënë për gjysmë dhe nuk e di se kur do ta mbaroj. Ndoshta do ta mbaroj një ditë. Dhe kjo është ajo që unë ndoshta s'kam realizuar akoma. Të uroj suksese dhe ta mbarosh sa më shpejt, ose jo më shpejt, se mos të ngutesh, po thjesht ta përfundosh si ëndër, ta realizosh. Për ta mbyllur, Zysh, çfarë doni që nxënësit tuaj të kujtojnë për ju pas shumë vitesh, për te lëndës që keni mësuar? Unë këtë afeksion e marr edhe sot, sepse shumë breza kanë mbaruar. Nuk janë më nxënësit e mi, ish nxënësit e mi. Këtë afeksion unë thash e marr edhe sot. Në vite të mëvonshme do ta marr edhe nga ju. Dhe sinqerisht ndihem mirë. Nxënësit më kujtojnë me dashuri. I kanë mbajtur parasysh këshillat që unë i kam dhënë, i kanë vënë në jetë. Pavarësisht se janë doktor, janë profesor, janë farmacist, janë dentist. Kjo pak rëndësi ka, megjithse kjo është një arritje jashtëzakonshme, më kupton? Por ajo që ka rëndësi për Alketën është që në përgjithësi nxënësit e mi janë bërë njerëz të mirë. Ata janë në shumë fusha. Biles një ditë po dilja nga shkolla kur shikoj një njeri me kurriz, nuk e njoha, dhe kur kaloj, o Zysh më thirri, edhe pash një nxënësin tim. Çfarë bën? Zysh ta punoj bojaxhi, të lumti thash. Rëndësishme është që ti punon, që të ardhurat e tua ti i fiton me djerë zballit, sepse rinia sotme ka një indicje për të qenë i pasur, për të qenë i famshëm brenda natës. Dhe nuk e kupton që për të arritur në këto stade duhet shumë punë, duhet shumë mund, përpjekje. Dhe pavarësisht se ku ke arritur, e rëndësishme është për mua nuk është e rëndësishme maja e piramidës. Për mua e rëndësishme është rruga që ke ndjekur, shkuar atje lart. Në këtë përpiqem ja injektoj nxënësve dhe në përgjithësi marr pikërisht këtë afeksion prej tyre. Shumë faleminderit Zysh Alketa që ndat me ne këtë bisedë të ngrohtë, plot kujtime, mesazhe. Ju nuk jeni vetëm një mësuese, por jeni një model frymëzimi për mua dhe besoj për shumë të tjerë. Mësueset se ju i bën shkollat më shumë se institucione, i bën një shtëpi të dytë. Për gjithë ata që na dëgjuan, flisni si fëmijë, mendoni si artist dhe dashuroni siç mësojnë mësuesit Alketa. A mund të thëni diçka përpara se ta mbyllim në qoftë se do të më lejoje? Asja, unë kam një amanet për të mbajtur. Një amanet që ma kalon një ish kolegja ime, më vjen keq se nuk ka lidhje me temën, por është hera parë që unë gjej mundësinë për të mbajtur këtë amanet. Sot dua të kujtoj një ish kolegen time që fatkeqësisht nuk jeton më, mësuese Zhani Lorencin, e cila ka qenë një grua jashtëzakonshme, një kolege jashtëzakonisht e dashur, një kolege që të krijonte një atmosferë sa të ëmbël, sa gazmore, po aq edhe frutdhënëse, sepse jepnim dhe merrnim nga njëra tjetra. Ajo ka vite që është ndarë nga ne, e përjetoi keq smundjen e saj, u largua, u tërhoq, u mbyll në vetvete, dhe gjatë kohës që ishte në këto momente, nuk më lasi amanet. Ajo thjesht më tha, të lutem, më përmend në një emision. Dhe unë të falenderoj ty që ma dhe këtë mundësi, sepse kisha gjithë të vite që unë e mbaja, si thuash, në zemër dhe në mendje amanetin e Zhani Lorencit, që shpresoj të jetë mirë me Zotin atje ku është, edhe e falenderoj për gjithë kohën që kemi kaluar bashk, edhe për gjithë shka ka dhënë neve kolegeve, po edhe gjithë brezave që e ka kaluar. Asja të falenderit.
Faleminderit edhe një herë ty Zusha Alketa. Ju faleminderit edhe ju që ishit me ne sot. Mos harroni të ndiqni podcastin ton në Akrolis TV dhe në kanalin ton në YouTube çdo të mërkurë në orën 6. Deri në episodin tjetër, kujdesuni për veten tuaj dhe ata që ju mundsojnë gjithçka. Mirupafshim.